kokën bëheni lart për djalin, vllaun, bashkëshortën që keni pasur, për shkak se Shpati ishte krenaria e gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Zoti e mëshiroft, e shpërbleft në parajs me xhenetet më të larta dhe uroj një ditë të bashkohemi gjithë atij. Sot erdha edhe për të shprehur ngushëllimet në cilësinë e kryetarit të kuvendit, por edhe si një artist i cili bashkë me Shpatin ka kaluar rrugëve të njëjta të artit dhe të kulturës, edhe pse sot jam në ujëra krejt tjera, e di shumë mirë se çfarë bote është ajo. Në vitin 1995 në Maqedoni, në Shkup, për herë të parë u themelua festivali Nota Fest, dhe ajo ishte një skenë ku plot yje të artit dhe të muzikës u ngjitën në skenë, dhe pikërisht aty ishte edhe skena ku Shpati shkëlqeu.